Kapitulli, trajno mendjen tënde për të qenë e qetë. Një mendje e qetë është më e fortë se çdo stuhi. Në botën ku zhurmat janë kudo dhe mendimet shpesh bëhen armiq të brendshëm, të mësosh të qetësosh mendjen është një nga sfidat më të mëdha. Shpesh njerëzit mbeten rob të ndjenjave të tyre, ankthit, zemërimit, frikës. Një ngjarje e vogël, një fjalë e hedhur pa mend, një vështrim i gabuar dhe shpërthen një stuhi e tërë në mendje. Por pikërisht këtu fillon rrugëtimi, të trajtosh mendjen tënde si një muskul që mund të stërvitet. Qetësia nuk vjen rastësisht. Ajo ndërtohet me durim, me vetdije, me praktikë. Të mësosh të marrësh frymë, të mësosh të qëndrosh i pranishëm, të kuptosh se emocionet janë si valet, ato vinë, por edhe ikin. Kur mendja mëson të jetë e qetë, jeta ndryshon. Sepse një mendje e qetë nuk është një mendje që nuk ndjen, por është një mendje që kontrollon përgjigjen ndaj gjithçkaje. E qetë përballë kritikave. E qetë përballë humbjeve. E qetë përballë dështimeve. Sepse e di se gjithçka kalon dhe forca e vërtet është të qëndrosh i pandryshuar në mes të stuhisë. Dhe është pikërisht kjo qetësi që ndryshon gjithçka. Një mendje e qetë krijon një jetë të qetë, e cila të lejon të marrësh vendime më të mençura, të rritesh si njeri dhe të ndërtosh marrëdhënie më të shëndetshme me të tjerët dhe me veten. Thënie. Një mendje e qetë është si një liçen i qetë, pasqyron gjithçka pa u trazuar. Mbyllje kapitulli. Në fund, stuhit jashtë mund të jenë të frikshme, por asnjëra nuk është më e rrezikshme se ajo që ndodh brenda teje. Mëso ta qetësosh mendjen tënde dhe gjithçka do të ndryshojë.